Paramendoje vetëm pas asaj dite të gjatë dhe të lodhshme, ke etje si kur më parë dhe papritur, sheh një burim uji më të bardhë se qumshti dhe një njeri që të pret me buzëqeshje. Ai është i dashuri ynë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ky është El Khaud, një burim aq i madh sa duhet një muaj udhëtim për ta kaluar. Enët e tij janë si yjet e qiellit, dhe kushdo që pi vetëm një glënk nga ai ujë, nuk do të ketë më etje kurrë në përjetësi. I dërguari Allahut alaihi salam do të na pres aty. Ai do t'i njoh ndjekësit e tij nga drita që u bëjnë pjesët e abdesit. Ai do të thotë: o Zoti im, këta janë umeti im, këta janë shokët e mi. Paramendo lumturinë kur dora e tij e bekuar të afroj ujë që të shuan çdo dhimbje të kësaj bote. Pyetja nuk është a do të jetë ai aty. Pyetja është a do të jesh ti prej atyre që ai do t'i therras, apo e ndjek rrugën e tij sot që ai të njoh ty nesër. Malli për të nuk shuhet me fjalë, por me vepra. Dërgo salavate mbi profetin ton në komente dhe shpërndaje këtë video me dikë që dëshiron ta kesh pranë te ky burim. Nesër inshallah do të jetë tema finalja e madhe, kur vdekja vdes për gjithmonë.